Prej orës 11 së shtunës ka nisur mbledhja zgjeruar e grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe të qeverisë në drejtimin e kryeministrit Edi Rama, ku në fokus kanë qenë prioritetet qeverisëse, përmirësimi i shërbimeve për qytetarët dhe organizimi një turi të gjerë takimesh në gjithë Shqipërinë. Mbledhja që po zhvillohet me dyert të mbyllura u hap nga kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla, që më pas i la fjalën kryeministrit Edi Rama. Ky i fundit u dha porosi të qarta deputetëve dhe ministrave për nisjen e një turi kombëtar takimesh të emërtuar Punët për Shqipërinë. Ky tur pritet të fillojë javën e ardhshme dhe do të zgjasë deri më 12 qershor, datë që përkon me 35 vjetorin e krijimit të Partisë Socialiste. Sipas Ramës, qëllimi është rritja e komunikimit me qytetarët dhe shpjegimi i reformave dhe projekteve kryesore. Temkyqja e javës së parë të këtij turi do të jetë integrimi evropian, ku përfaqësuesit e qeverisë dhe të partisë do të informojnë qytetarët mbi ecurinë e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Në vijim, diskutimet do të përqendrohen në çështje të tjera si ekonomia, punësimi dhe pagat. Gjatë mbledhjes kanë raportuar dhe zyrtarë të lartë si drejtoresha e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Lorena Goxhobelli, një zhvillim jo i zakonshëm për këtë institucion, si dhe bashkëkryetari i Komisionit Posaçëm për Reformën Administrativo-Territoriale Arbian Mazniku. Kjo është mbledhja e parë e përbashkët mes qeverisë dhe grupit parlamentar socialist, pas asamblesë kombëtare të zhvilluar një javë më parë në Durrës, ku Rama njoftoi ndryshimin e drejtimin politik të disa qarqeve në funksion të zgjedhjeve vendore të 2027-s. Në takim ra në sy prania Elisa Spiropali, që së fundmi pati përplasje në distancë me Auland Ballën, ndërkohë që mungesa e zëvendës kryeministres Belinda Balluku u vure gjatë zhvillimit të mbledhjes. Paralelisht në turin e deputetëve dhe të ministrave, edhe kryebashkiakët socialist pritet të zhvillojnë takime me qytetarët për të dhënë llogari mbi premtimet dhe realizimet e tyre në prag të përgatitjeve për zgjedhjet e ardhshme vendore. Ky organizim shihet si një parafushat politike e strukturuar me fokus komunikimin e drejtpërdrejtë me qytetarët dhe forcimin e pranisë në terren.